Shtohen rastet e të prekurve me kancer në Spitalin Rajonal të Fierit. Sipas mjekes onkologe Anisa Mone, gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025, numërohen 120 raste të reja që kanë prekur kryesisht moshat e treta, ndërsa vjet re dhe një rritje e numrit të prekurve te grup moshat e reja. Ndër shkaqet kryesore që kanë ndikuar në rritjen e rasteve me sëmundje malinje përveç faktorit gjenetik, sipas mjekëve, janë jeta sedentare, kequshqyerja, duhanpirja dhe alkooli. Aktualisht për vitin 2025, për këto 3 muaj, janë diagnostikuar afërsisht 120 pacient. Pjesa më e madhe të cilëve janë moshat e treta, që ndiqen me trajtim paliativ për dhimbjen apo angesat që ato kanë. Vjet re një rritje e numrit të rasteve dhe tek moshat e reja, dhe kjo ngre theksin dhe rëndësinë e kryerjes së testeve depistuese. Jo vetëm të ekzaminimeve atëherë kur kanë ankesa, por dhe kur janë asimptomatik. Është ulur pragu i kryerjes së testeve depistuese. Mamografia bëhet nga të gjitha gratë nga 40 vjeç e sipër, ndërsa kolonoskopia tek të gjithë meshkujt dhe femrat mbi 45 vjeç. Gjatë këtij 3 mujorit të parë të vitit, vjet re gjithashtu një rritje e numrit të femrave të prekura me kancer gjiri dhe kolekteral. Ndaj Mone ka apeluar për kontrolle të vazhdueshme në mënyrë që sëmundja të kapet në faza të hershme. E para është teste depistuese. Duhet të bëhen nga të gjithë, sipas grup moshave, riskut individual apo dhe faktorëve gjenetik që secili nga ne dhe predispozitës familjare që ka. Krye testeve depistuese, kryerja e mamografisë, e kolonoskopisë, e pap testit apo dhe ekzaminimeve imazherike për të zbuluar kancerin e pulmonit në pacient që kanë risk apo familjar të prekur faktor gjenetik. Përballë kësaj situate, mjekja Mone ka apeluar për kontrolle të vazhdueshme në mënyrë që sëmundja të mos diagnostifikohet në stade të avancuara.